Eliona përplas fjalët me tone të larta ndaj Benitës dhe debati mes tyre bëhet edhe më i fortë se më parë. Ajo e shikon drejt në sy dhe i thot hapur se sjelljet e Benitës kanë qenë prej kohësh kontradiktore, duke e quajtur atë dyfytyrshë për mënyrën se si sillet një ditë keq e një ditë mirë. Eliona shton se të gjithë e kanë parë këtë ndryshim të papritur dhe se sipas saj, Benita po përpiqet t'i mashtrojë banorët me një imazh të rrem. Ajo vazhdon duke i thënë se askush në shtëpi nuk bindet nga sjelljet e Benitës, sepse gjithçka që bën duket e detyruar dhe jo e sinqert. Eliona i thot se kjo lloj loje është aq e dukshme sa, sipas saj, vetëm dikush që nuk mendon mirë do ta provonte këtë mënyrë për të manipuluar situatën. Ajo i thot trosh se Benita nuk mund të mashtrojë askën, as banorët dhe as publikun, sepse të gjithë kanë parë se si ajo ka vepruar deri tani. E tensionuar, Eliona vazhdon duke thënë se Benita nuk e meriton të qëndrojë në shtëpi, sepse ka sjell vetëm energji të keqe, debate të panevojshme dhe sjellje që s'kan qenë asnjëherë të drejta. Sipas Elionës, Benita mundohet të shtiret, por e vërteta i del çdo herë në sipërfaqe. Banorët përreth i shikojnë të habitur, ndërsa Eliona nuk e ndal as pak fjalën, duke e lënë të qartë se nuk beson asnjë gjë që del nga goja e Benitës. Në fund, atmosfera bëhet e nxehtë dhe tensioni në dhomë rritet edhe më shumë, ndërsa Eliona qëndron e palkundur në qëndrimin e saj, duke e bërë të qartë se nuk ka ndërmend t'i tolerojë më sjelljet e Benitës.